Krishti fiton mbi tunusin vetëm e vetëm pse është fortësisht i bindur se është i dashur prej Atit, është biri i tij. E patjetër që Ati është më shumë se çdo gjë, është më shumë se pushtet, është më shumë se mundësi, është më shumë se gjithçka tjetër. Na kena me mujt përmes Krishtit për me mposhtë tullimin vetëm në momentin kur kuptojmë se jena bijë të dashur. E Zoti patjetër na sheh me një sy ndryshe. Na vlerëson me një vlerësim të jashtëzakonshëm. Nuk jena të zhvlerësuar përballë Tij. Nuk jena kot përballë Tij, por kena një rëndësi të jashtëzakonshme. Na kena me mujt djallin, tullimin e çdo të keqe, vetëm kur të mësojmë me dashtë, e ju me zotnu, sepse të zotnu munit e shkatron dashnin, e myt edhe tjetërson atë.